Sot këtu kam dalë si nënkryetare e Kuvendit Republikës Kosovës për të bërë një sqarim. Po besoj që nuk ka njeri me mendje të shëndosh, që nuk është njerë i lënduar, që nuk është njerë i prekur nga pasaktësitë që u panë në ekspozitën, një pjesë të së cilës financiarisht e kam vëluar edhe Kuvendi i Republikës së Kosovës. Mirë po në rastet e tilla, kërkimfalja nuk mjafton. Unë vetëm mund ta marr me mend se si janë ndjerë familjarët e viktimave të masakrës famkeqe të Dubravës. Nëna ime ka një familjar të humbur aty. Shumë prej të mbijetuarve i kam miq, i kam bashkëpunëtor. Ka pas edhe pasaktësi të tjera, mirë po kjo posaçërisht ndikon në narracionin dhe në të vërtetën historike. Shumë mirë që prokuroria ka nisur hetim, mirë po këtu nuk duhet të përfundoj hetimin. Dhe gjatë, kjo është kërkesa që kemi pranuar ne. Lutem, merrni, lexoni. Kërkesa ka ardhur nga organizata Integra. Dhe kjo kërkesë është drejtuar kryetarës së Kuvendit, e cila pastaj e ka ndarë me ne, ku kërkohet që të mbullohet një pjesë e shpenzimeve për ekspozitën që u mbajt në Prishtinë. Çfarë thuhet në kërkesë, dhe do ta ndaj me ju tekstin e kërkesës, është që synohet që të publikohen fotografi të masakrave që ka ndodhur në Kosovë gjatë vitit 1998-1999. Sigurisht që nuk besoj që ka njeri që kish me votu kundër, në rastin tonë përveç listës sërbe, kundër një kërkese të tillë. Mirë po, në kërkesën që kemi pranuar ne, është organizata Integra, është nënshkruar nga Kushtrim Koliqi, askund nuk figuron as në tekst, as në kërkesë, emri i Shkëlzem Gashit, as organizatës së tij, e as që ekspozita do të bëhet bazuar në librin e tij. Përkundrazi, na thuhet që kurator është një kurator i famshëm britanik, është emër i njohur për komunitetin artistik, ka bërë edhe kurimin e ekspozitave të tjera. Sikurse që Integra është organizatë me të cilën Kuvendi i Kosovës ka një bashkëpunim mbi 2 dekadësh. Një ekspozitë e tyre vazhdon të jetë e hapur këtu në katin e parë për personat e pagjetur. Edhe vetë si ambasadore në SBA, të njëjtën ekspozit për personat e pagjetur e kam dërguar edhe në Kongresin Amerikan. Çfarë po dua të them? Përtej pasaktësive, se ajo është pjesa më e dhimbshme, këtu ka një manipulim të qëllimshëm. Dhe këtu duhet të ketë një hetim të veçantë. Si ka ardhur kjo kërkesë? Pse është mashtruar kryesia e Kuvendit, sepse këtu nuk është e saktë. Kjo çfarë kemi miratuar ne nuk reflekton me atë çfarë kemi parë në shesh. Këtu nuk ka emër as të një organizate tjetër, përkundrazi përmenden si sponsorizues Rockefeller Brothers Fund, CDF, Fondacioni i Kosovës për shoqëri të hapur, shoqata e Shkëlzem Gashit nuk është këtu. Unë me dorën time kur nuk do ta kisha votuar një projekt që ka emrin dhe mbiemrin e tij. Ai njeri është kontrovers. Ja, kjo është kërkesa që kemi pas ne. Kam pyetur sekretarin, a ka ndonjë dokumentacion shtesë? Më është thënë jo. Po ju besoj. Po zgjedh ju besoj, mirë po megjithatë këtu duhet ketë hetim. Kjo është manipulim dhe kjo është një njoll që do t'i mbetet
Kuvendit të Republikës së Kosovës, sikurse përveç hetimit kam kërkuar nga dhe kësaj procedure përtej përmbajtjes, kam kërkuar nga kryesia e kuvendit, nga administrata, me që jemi mashtruar, se kjo është mashtrim, të kërkohet kthimi i mjetëve. Ky do të ishte një sanim sa do i vogël i reputacionit të kuvendit, nuk po ka qenë skandaloze. Mënyra se si është manipuluar me institucionin e kuvendit. Ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës e ka mbështetur protestën, patjetër që po. Po shkoj po takoj me kolegët. Një pyetje tjetër e kam për çështjen e presidentit. Unë sot pas mbledhjes së qeverisë në konferencë për media ka thënë që shumë shpejt do i ftoj partitë politike për konsultime për çështjen e presidentit, por sipas tij janë 30 ditë nuk janë të ri, kështu që ditëve në vazhdim do të ketë ftesa për të gjithë kryetarët e partive opozitare. A do të marrni pjesë në këto takime të thirrura nga kryeministri? Ju e dini që Kosova është pa institucione të konsoliduara dhe pa president, jo për shkak të mungesës së ditëve dhe afateve kohore, po për shkak të mungesës së vullnetit politik të lëvizjes vetëvendosje. Nuk kemi planuar asnjë kërkesë, do ta shohim edhe formën e vetëmbajtjen e pastaj do të radhë. Në rast se pranoni ftesë dhe vendosni me shku, kësaj rrallë a shkoni në takim me emër të kandidatuar? Sërish nuk përgjigjem në situata hipotetike, po është shumë e rëndësishme që qytetarët e Kosovës ta kenë të qartë ku është burimi i krizës institucionale, politike, e që besa edhe morale në këtë vend. Dona Qitaku, ju tha që jeni manipuluar. Nga kush pretendoni që jeni manipuluar? Dhe a do të kërkoni dorëheqjen në këtë rast nga kryeparlamentarja si udhëheqësi i këtij institucioni që ju keni nënshkruar, sepse ajo pak më parë tha që të gjithë kanë marrë pjesë në nënshkrim dhe ju fajsoi edhe ju. Jo, ne nuk kemi nënshkruar asgjë. Ne kemi votuar me përjashtim të listës sërbe. Po ju ftoj që ta merrni, po u alë juve, pastaj fotokopjone, dhe ta lexoni çfarë na është prezantuar ne. Ne na është prezantuar një kërkesë nga një organizat, jo nga organizata e Shkëlzen Gashit, askund nuk përmendet emri i tij, kërkun hiç. As emri organizatës së tij, përkundrazi si kurator përmendet një kurator britanes. Kjo është e vërteta. Unë kërkoj, kam kërkuar në seancë, po edhe nga këtu i bëj thirrje prokurorisë që të hetoj edhe këtë çështje. Nëse nuk mirën ata, do të inicoj kallëzim penal, sepse ky është manipulim, ky është mashtrim. Nuk ka asnjë situatë në të cilën unë, Vlora Qitaku, përfaqësuese e Partisë Demokratike të Kosovës, do të ngresja dorën në mbështetje të një projekti që e ka emrin dhe vullën e Shkëlzen Gashit, kjo për shkak të natyrës së tij, për shkak të deklaratave të tij, për shkak të toksicitetit që ka sjellur ai vazhdimisht në këtë shoqëri, dhe po besoj që nuk i bën der askujt, askujt, asociimi me atë njeri. Në ndërkohë që tash doli në pak që Ministria e Punëve të Jashtme ka paguar e ka sponsorizuar që ky libër të dërgohet në misione diplomatike dhe është përkthyer në disa gjuhë dhe imagjinojeni një tekst i tillë u shpërndahet diplomatëve të huaj e ndërkombëtar. Po e ripërsëris, kjo është kërkesa, do t'u alë, pastaj ju mund ta. Kjo është kërkesa me të cilën ne që na është prezantuar, nuk na është prezantuar asnjë material tjetër, dhe ne, secili prej nesh aty në seancë, ju lutem merrni edhe transkriptet se janë publike, ka besuar që ne po sponsorizojmë një ekspozit të fotografive të masakrave. Kaq, jo ekspozit të librit të